Siguria në vendin tonë është në errësirë. Një ngjarje ndodhur së fundmi në vendin tonë brenda një sallë gjyqi është këmban alarmi në lidhje me sigurinë e të gjithëve. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja më 6 tetor 2025 në ambientet e gjykatës së apelit të Tiranës ishte një ndër ngjarjet më të rënda të regjistruara jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë. Autori i kësaj ngjarje të rëndë ishte 30 vjeçari Elvis Shkambi nga Shkodra, i cili arriti të kalonte portat e sigurisë së gjykatës si armatosur dhe menjëherë pas shpalljes së vendimit që nuk ishte në favor të xhaxhait të tij Gjon Shkambit, ai vrau me armë zjarri gjyqtarin Kalaja. Ngjarja ndodhi pas një seance gjyqësore lidhur me një çështje pronësie në qytetin e Shkodrës. Gjon Shkambi, i cili kishte pretendime për një pronë që aktualisht ishte në përdorim nga 31 familje, ishte paditës në këtë proces. Pas shpalljes së vendimit nga gjyqtari Kalaja, i cili dha të drejtë palës kundërshtare dhe jo xhaxhait të tij, Elvis Shkambi reagoi në mënyrë të dhunshme. Ai nxori armën që kishte mbajtur me vete gjatë gjithë seancës dhe qëlloi mbi gjyqtarin Kalaja, duke e goditur atë me 2 plumba në gjoks dhe një në bark. Gjyqtari Kalaja humbi jetën pak minuta pas plagosjes, ndërsa u dërgua për ndihmë mjekësore në spital, por plagët ishin të rënda dhe nuk i humbjetoi dot. Pas aktit të tmerrshëm, Elvis Shkambi qelloi edhe ndaj 2 personave të tjerë nga pala kundërshtare, Ragib dhe Ervis Kurtaj. Më pas Shkambi dorëzoi armën rojes së sigurisë në gjykatë dhe doli nga gjykata e apelit, ku i dorëzua menjëherë patrullës së policisë duke pranuar autorsinë e vrasjes. Ai e pranoi se kishte kryer aktin për hakmarrje ndaj vendimit të gjyqtarit, i cili nuk kishte favorizuar xhaxhain e tij në çështjen e pronësisë. Ngjarja që solli vrasjen e gjyqtarit Kalaja është një reflektim i një konflikti pronësie të ngërthyer prej shumë vitesh. Çështja ka të bëjë me një pronë të njohur në Shkodër, e cila dikur ishte përdorur për shërbime shtetërore dhe më pas, në vitin 2012, është pretenduar nga Gjon Shkambi si pronë e trashëguar. Kjo ka sjellë një përplasje të vazhdueshme mes 31 familjeve që e konsiderojnë si vendin e tyre të strehuar dhe Gjon Shkambit, i cili pretendon se është pasardhës i legjitim i pronës. Çështja u ndërlikua më tej, kur në vitin 2020, 31 familjet përballen për herë të parë me përmbarimin dhe përpjekjet për të zbatuar vendimin e gjykatës për ta nxjerrë atë nga godina, duke e çuar çështjen përfundimisht në gjykatën e apelit. Vendi i pronës ka qenë një objekt tensionesh që ka përfshirë kërcënime dhe shtrëngime të shumta, përfshirë kërcënim me jetë ndaj trupit gjykues nga pala humbëse në një proces më parë. Ngjarja ka ngritur shqetësime të mëdha mbi sigurinë e institucioneve të drejtësisë, veçanërisht në lidhje me masat e sigurisë në gjykatën e apelit, aty ku dhe ndodhi vrasja. Sipas informacioneve, Elvis Shkambi kishte hyrë në sallën e gjyqit i armatosur, duke kaluar përmes detektorëve metalik që janë të instaluar për të zbuluar armët dhe objektet e rrezikshme. Megjithatë, asnjë alarm nuk ka shpërthyer gjatë kalimit të tij, duke i mundësuar atij të hyjë i armatosur dhe të kryejë vrasjen. Ky fakt ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi cilësinë e sigurisë dhe përgjegjësinë e personave të cilët menaxhojnë sistemet e sigurisë në gjykata. Gjykata e apelit është ruajtur nga kompani private të sigurisë dhe jo nga policia e shtetit, çka ka bërë që shumë të dyshojnë mbi përgjegjësitë e tyre. Dyshohet se detektorët metalik, të cilët janë të ngjashëm me ato të cilat përdoren në aeroporte, mund të kenë dështuar në detektimin e armës që Shkambi kishte mbajtur në xhep gjatë gjithë seancës, një dështim që çoi në tragjedinë e ndodhur. Kjo tragjedi ka bërë që të ringrihen pikpyetje mbi sistemet e sigurisë dhe menaxhimin e tyre, të cilat duket se nuk kanë qenë të mjaftueshme për të parandaluar një ngjarje të tillë tragjike. Për më tepër, ka patur kërcënime të mëparshme ndaj trupës gjyqësore, çka i shton edhe më shumë rëndësinë këtij shqetësimi. Pas ngjarjes tragjike të 6 tetorit, lind një pyetje e madhe për sigurinë në gjykatat e vendit. Si është e mundur që një person të mund të futet në një sallë gjyqi i armatosur dhe të realizojë një akt kaq të dhunshëm, duke ngritur alarmin për dështimin e sistemeve të sigurisë? A janë masat e sigurisë në gjykata të mjaftueshme për të mbrojtur punonjësit e drejtësisë dhe qytetarët? Ky rast mund të jetë vetëm një tjetër i një sër ngjarjesh që dëshmojnë një problem të thellë me sigurinë në institucionet tona të drejtësisë. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në emisionin Alo Policia, një emision i ri i cili do të jetë me 58 puntata për të trajtuar problemet kryesisht me fokus sigurinë. Sot në këtë emision dhe në emisionet të tjera do të trajtojmë shumë probleme dhe këto do të jenë disa bashkëpunime edhe me policinë e shtetit, kryesisht me drejtorinë e përgjithshme të policisë,
ku temat që do të trajtojmë do të jenë kryesisht ata çfarë kanë shqetësuar publikun, siguria në shkolla, siguria në trafik, problemet për kriminalitetin, siguria dhe mbrojtja ndaj zjarreve, siguria në plazhe, grupet kriminale, aktivitetet e ndryshme dhe bashkëpunimi që ka pasur Policia e Shtetit në raport me homologën ndërkombëtar. Do kemi lidhje të drejtë për drejta dhe me policitë rajonale, kryesisht me policinë, do të kemi me policinë italiane, si do të kemi korrespondent nga Roma dhe nga Brukseli për problematikat e ndryshme që ne kemi. Përfitoj nga momenti për të përshëndetur të ftuarit. Kemi për një studio me profesionist, me mbrëma Alaudin Malej, ish drejtues i lartë, kryetari i gjykatës apelit, me mbrëma Shemse Premçi, drejtues i lartë i Policisë së Shtetit, një njeri aktiv në media, me mbrëma Ervin Karanja, ish prokuror. Është një kënaqësi të jemi bashkë në një emision ku sot po gjykojmë po analizojmë sigurinë në gjyqësor. Një ngjarje e rëndë tronditi opinionin, një ngjarje e cila nuk ka ndodhur në asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian, u vra një gjyqtar dhe ai u vra në vendin e punës, brenda në sistemin e drejtësisë. Çfarë ndodhi? A u trondit sistemi i drejtësisë? Sa ndikon kjo ngjarje tek drejtësia? Atëre, për ta formalizuar qartë edhe pyetjen tuaj edhe emisionin lidhur me sigurinë e gjykatave, do të bëjmë një vështrim pak më parë të kësaj historie për të arritur te ngjarja e fundit e cila ishte ngjarja e gjyqtarit Astrid Kalaja. Ngjarje shumë e rëndë, e pa ndodhur në shtetin shqiptar në 113 vjet ishte ngjarja e parë. Edhe kjo ishte një kampanë e madhe alarmi, por me sa shoh ka kaluar disa kohë me gjithë këtë periudhë që nga ndodhi ngjarja deri sot, asnjë nga këto institucionet zyrtare shtetërore të drejtësisë në Shqipëri nuk ka bërë akoma një analizë të shkaqeve dhe të arsyeve pse ka ndodhur kjo gjë. Sepse ne do të mjaftojmë jo vetëm me pjesën e sigurisë fizike, pra ne tashmë është e dukshme edhe hapur që siguria fizike në atë gjykat ka qenë për tokë në atë moment. Nuk e di sot do të jetë rregulluar apo jo, por me një detektor për të detektuar pikërisht armët e zjarrit nuk mund të sigurohet jeta e 35 gjyqtarëve. Në të tilla kushte, analiza që duhet kishte filluar në gjykatën në këtë gjykatë apeli, sepse ne kemi parë disa herë komunikime të KLG-s, të gjykatës, të policisë, të cilat kanë shprehur secila atë pjesën e vet që ne kemi bërë kërkime, por KLG-ja nuk ka vepruar, KLG-ja ka çuar shkresë te policia por këto nuk janë pikërisht fenomene determinante për të ruajtur sigurinë e gjykatës. Se nëse ne do të themi për një rast ka ndodhur një rast sporadik, atëherë edhe KLG-ja edhe policia rastin sporadik nuk mund ta mbulojnë për një konflikt të thjeshtë pa armë, për gjykata nuk mund të marrin masa të kaq të mëdha dhe kaq drastike sa e flasim. Në këto kushte unë mendoj që te gjykata e apelit të Tiranës ishte bërë gjykatë më problematike edhe për shkak të reformës territoriale të gjykatave, sepse u mblotën në gjithë gjykatat e apelit të Shqipërisë, erdhën të gjitha dosjet e të gjithë personazhet e të gjithë qyteteve të Shqipërisë në gjykatën e apelit të Tiranës. Gjyqtarët vetë, administrata e saj gjykate ishte e pa përgatitur për ta përballuar të fluks kaq të madh të gjitha çështjeve dhe të njerëzve duke mos edhe i njohur dhe mos identifikuar në kohën reale të gjithë personat. Nëse ne për shembull do të kishim gjykatën e apelit të Shkodrës, të gjithë personazhet cilët do të merrin pjesë në gjyq pak a shumë ishin të identifikuar te gjyqtarët, edhe për shkallën e rrezikshmërisë, edhe për çfarë përfaqësonin dhe sa të deri ku harinin. Pra, kurse në këtë fazë të gjithë gjyqtarët dhe gjyqtarët dhe gjithë administrata e gjykatës së apelit ishte në mëshirë fat. Problemi më i madh është, mendoj që në këtë gjykatë, në këto 4 vjetët e fundit, 5 vjetët e fundit, ka pasur disa raste tipike për kërcënimin e gjyqtarëve. Dhe ajo që më ka shqetësuar në gjitha këto kohët, ne kemi pas dhe praktikë personale, po dhe nga persona të tjerë që kemi të dëgjuar e të bërë, gjyqtarët kanë pasur një vetëm detyrim, që nëse janë kërcënuar në sallën e gjyqit nga personazhe si nga avokat, si nga personazhe të tjerë të cilët kanë qenë palë në proceset gjyqësore, penale apo civile, kanë ushtruar të drejtën e tyre, kanë bërë kallëzime në prokurit përkatëse. Dhe
në të gjitha prokurit përkatëse, të cilat ka vajt kallëzimin një gjyqtarit, 0 ndjekje penale për ata personat, të cilët kanë fyer gjyqtarët dhe në sallën e gjyqit me audio, edhe jashtë, edhe në vende të tjera. Pra, nuk ka munguar thjesht jo vetëm bashkëpunimi midis institucional, po dhe përgjegjësia e ushtrimit të detyrës nga prokurorët, për mua. Kam pasur një rast aty kam dëgjuar për një rast aty në apelin e Tiranës para disa viteve biles, një avokat, më duket me mbiemër Çollaku, nuk e di kush është, shau nën kryetaren e gjykatës dhe një gjyqtare tjetër, i shau në sallën e gjyqit. Shkoi çështja në Durrës, u transferua çështja në Durrës dhe ju pushua çështja nga një prokuror atje, nga një Afrim Shehu, prokuror i Durrësit, nuk e di, një personazh super negativ në drejtimin e gjykatës. Dhe si mund pushohet çështja kur ishin me audio dhe me video të gjitha ato? Se gjykata e apelit Shqyrë Zotit ka qenë me audio i gjitha. Kështu që këto raste kanë bërë vetëm një gjë, ju kanë dhënë krah njerëzve të cilët të kalojnë në vetgjyqësi. Kështu që unë mendoj që analiza që ende nuk është bërë, edhe sot që flasim bashkë, unë nuk kam parë asnjë analizë serioze të asnjë institucioni drejtësie, qoftë të prokurorisë, qoftë të gjykatave, qoftë të gjykatës lartë, qoftë të KLG-s, qoftë të KLP-s, qoftë të instancave të tjera, që të kenë një analizë për marrjen e masave, pse mos të ndodhin më ngjarje të tilla në të ardhmen. Zoti Premçi, ju keni qenë drejtues i lartë në Policinë e Shtetit në disa nivele dhe njihni shumë mirë sistemin e sigurisë dhe në veçanti të disa institucione të një rëndësie të veçantë dhe sigurisht që në këtë rast përveç asaj që thave Erodi që nuk ka një analizë, kush është qëndrimi juaj, pse ndodhi, pse gjykatat nuk patën elemente të sigurisë, kemi rënë në nivelin e sigurisë, sepse siguria tashmë nuk është më një shërbim, siguria është pjesë integrale e drejtësisë. Faleminderit zoti Softa, urime për emisionin dhe dëshiroj që emisioni juaj, Alo Policia, të ndikoj sado pak në ndërgjegjësimin e komunitetit, në ndërgjegjësimin e institucioneve ligjzbatuese në Shqipëri për ta forcuar rendin dhe sigurinë publike, për të forcuar më së shumti masat për garantimin, rujtjen, sigurimin e gjykatave dhe prokurorive, rujtjen, sigurimin, kontrollin dhe monitorimin e proceseve gjyqësore në të gjitha ambientet e të gjitha niveleve të gjyqësorit në Shqipëri. Dy fjalë do të thoja për emisionin. Alo Policia është një emision kupti plot, edhe pse sot më së shumti të emergjenca është më e shtrirë në konceptin e të kuptuarit për faktin se numri i unifikuar evropian është 112 për të gjitha llojet e emergjencave, sepse ne nuk tham vetëm policia, po tham do të kërkojmë edhe ambulancën, do të kërkojmë edhe zjarfiksin, po do të kërkojmë çdo subjekt shtetëror apo privat që duhet të kontribuojë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike dhe jetën e qytetarëve. Zoti Softa më kujtohet dikur ju keni qenë një nga drejtuesit më të lartë të strukturës së posaçme të Tiranës për rujtjen dhe sigurinë e objekteve të rëndësisë shtetërore në vitet para 25 vitesh. Garantimi i gjykatave dhe prokurorive nuk ka qenë kjo, ka qenë ndryshe, edhe pse policia vinte pas një reforme të gjerë në aspektin e reformimit pas ndryshimeve që ndodhen të sistemit pas viteve 91, por edhe pas ngjarjeve të mbrapshta të problematike dhe vitin 1997. Situata është përkeqësuar me së shumtit kur policia filloi të dëmtohet në pikpamje të strukturave dhe kur ministrat e brendshëm filluan të bëjnë pazare dhe biznes me strukturat e policisë, duke krijuar reparte të siguritisë, reparte të policisë private, e cila konkuronte shërbimet private të policisë. Kjo dëmtoi policinë e shtetit dhe kjo e largoi policinë e shtetit nga detyrat konkrete që ka për rujtjen, sigurimin dhe garantimin e proceseve gjyqësore në gjykata dhe në prokurori. Unë
e kam thënë jo sot, por edhe shumë vite përpara, që sot më shumë se kurrë, për shkak të kriminalizimit të shoqërisë shqiptare, duke filluar nga zyrtarët e lartë të shtetit, për shkak të strukturimit të veprimtarisë kriminale, pra evident grupet strukturar të krimit, të cilat kanë probleme dhe me gjykatat dhe me prokurorit, ndërkohë që ne u tregum shqiptarëve që dosjet e këtyre grupeve kriminale, dosjet e këtyre zyrtarëve të lartë të shtetit që vjedhin çdo ditë shqiptarët, nuk ruhen. Pra e deklaruam me ngjarjen që ndodhi në gjykat. Ne kemi shprehur keqardhje, kemi shprehur ngushëllime për humbjen e jetës së një gjyqtari jo në zyrën e punës, por në sallën e solemnitetit të një procesi gjyqësor, ku duhet siguria duhet jetë në nivelet më të larta dhe normalisht humbi jetën, ashtu siç tha i nderuar Aludin, ish kryetari i gjykatës apelit, që tha me të drejtë, tha që nuk kishte ndodhur për 115 vitesh, apo nuk ka ndodhur dhe në Evropë, po nuk ka ndodhur dhe në rajon që një gjykatës të vritet në proces gjyqësor. Çfarë duhet bërë? Ajo që deklaroi parafolsi, që nuk është bërë asnjë analizë. Ministri e Brendshme, pak minuta pas si vritet gjykatësi, vrapoi, a thu se e mori kush në përgjegjësi penale, vrapoi të justifikoj dhe të shpall policinë e shtetit të pafajshme. Si mundet, pa u konsultuar me drejtorin e përgjithshëm të policisë, pa u konsultuar dhe pyetur kush e ka detyrim rujtjen e gjykatave, sigurimin, kontrollin, monitorimin, del dhe jep një përgjigje bajate për opinionin publik, qoftë edhe dashakeqëse, kriminale, për thënë që gjykatat dhe prokurorit që kanë të braktisur nga policia e shtetit dhe që kanë në mëshirë të fatit dhe mund t'i gjujnë me domate kushdo, mund t'i gjujnë me plumba, mund t'i vrasin me sniper, mund t'i vrasin dhe me qifte, mund t'hinë dhe t'i marrin zvarr, pra sepse thot Ministri e Brendshme, thot nuk ka përgjegjësi policia. Kjo është deregjeja ku është katandisur qeverisja e një shteti si Shqipëria. Unë kam mendimin që sot më shumë se kurrë duhet ketë një strukturë të posaçme për rujtjen dhe sigurinë e organeve të drejtësisë dhe të gjyqësorit dhe të hetimit në të gjitha nivelet, për garantimin e qarkullimit të personave të arrestuar. Pastaj kjo strukturë a do jetë në varësi të drejtorisë përgjithshme të policisë, a do jetë në varësi të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, a do jetë në varësi të ministrit drejtësisë apo të ministrit brendshëm, apo ku do të varet, kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka që shteti shqiptar në një emergjencë komplete, duke ju referuar situatave të përkeqësuar në pikpamje të garantimit të rendit dhe sigurisë publike, duhet të ngrejë strukturën, ta trajnojë strukturën, të hartoj procedura standarde për të gjitha llojet e shërbimeve që kryhen në gjykata dhe në prokurori nga kjo strukturë. Nëse nuk hartohen procedurat standarde, nëse nuk kualifikohen dhe nënshkruhen çdo punonjës i kësaj strukture për detyrat që ka në salla, në dyert e hyrjet dhe daljet e gjykatave, në sallat e gjyqit, në korridorët, në monitorimin, në rujtjen e arshives, apo të dosjeve, apo të godinës, nëse nuk do të ketë procedura standarde, ne gjithmonë do të vrapojmë për ta çfajsuar policinë e shtetit, apo strukturën, kushdo qoftë ajo që do të sigurojë gjykata dhe prokurorit, dhe nuk do të nxjerrim mësimet nga gabimet e bëra, nga neglizhenca, qoftë edhe nga babëzia për të bërë biznes, sepse me repartin e policisë private, ju jeni mirë në dieni, me Iliran Guard, bëjnë pazare dhe biznes, ushqehen me rrogat majme një bord shumë i gjerë ish oficerësh të ushtrisë apo të policisë, që janë miq dhe dashamirës të ministrave që ndrohen pambarimisht dhe nuk e lënë këtë strukturë që të ketë një drejtim të profilizuar, të specializuar me eksperiencë për ta transmetuar këtë përgatitje profesionale të gjithë zinxhiri komandues dhe të gjithë trupa e shërbimit sipas specifikave në detyrë. Ju përmendët një kohë më parë për mënyrën se si në ruajtje ishin objektet e rëndësisë veçantë. Mbaj mend, unë keni qenë ju drejtues. Atëherë besoj nuk gaboj. Po, patjetër. Unë thjesht po jap një shpjegim, sigurisht që do kalim tek të ftuarit. Së pari objektet e rëndësisë veçantë kanë qenë ruajtur me një ligj veçantë. Dhe madje ky ligj i vitit 92 75-92 Po, mbaj mend shumë mirë. Ligji për policinë e objekteve. Policinë e objekteve
ka qenë i tillë që nuk e lejonte policinë objekteve të kryen detyrë rendi. E bënte këtë gjë që ajo të përqendrohej pikërisht tek objektet rëndësisë veçantë. Dhe këto objekte të rëndësisë veçantë ishin të ndara dhe të profilizuara. Edhe gjykatat e prokurorisë kanë qenë objekte të rëndësisë veçantë. Kanë qenë të ndarë në 7 reparte. Po pikërisht. Ku repartet, numri i forcave ka qenë 1200 forca policie. Kanë qenë 7 reparte të shërbimit. Po nga viti 2013 i nderuar i softa është shtuar trupa e policisë, është shtuar 2000, mos gabojmë, 2400 punonjës policie dhe rreth 480 forcat ndërhyrjes shpejtë dhe forcat speciale, ndërkohë nuk ka ndryshuar performanca e sigurisë dhe e rendit në raport me gjykatat dhe prokuroritë. Pra është shtuar policia. Atë 1200 që kemi hequr në atë kohë, e shtuam përsëri në vitin 2013 deri në 2015, shqiptarët kanë ikur mbi 700.000 jashtë shtetit, ndërkohë që nuk ka ndryshuar performanca e sigurisë. Dhe kjo është këmbon alarmi dhe unë bashkohem me gjykatësin e nderuar, që e ka ndjerën kur rizdje, e ndjen edhe sot, nuk është vetë, po janë kolegët dhe pin kafe mas dite apo të shtunë në dil dhe e din që janë pasigurt në vendin e punës dhe kjo është alarm. Sepse fatkeqësisht bëjnë klasifikimin, i quajnë të gjitha objektet të rëndësisë veçantë, ndërkohë që çdo objekt ka specifikat e veta. Është ndryshe gjyqësori, prokurori, hetosi, gjykat, është ndryshe trupi diplomatik, ka tjera specifika, është ndryshe sistemi bankar, monedat, vlerat, repartet e ruajtjes monedhës, siç ka qenë reparti X, MRA. Prandaj ishin 7 reparte. Të tjera janë në shoqërimet e personave, sidomos shoqërimet e personave në gjykatë të tjera. Gjitha këto janë karakteristikat veçanta, ku dhe profilizimi i tyre ka qenë i tillë. Megjithatë, ne po analizojmë këtë ngjarje sepse nëse kjo ngjarje nuk bëhet një analizë, jam dakord me ato që thatë. Nëse nuk bëhet analizë, pra nuk bëjmë radiografinë, nuk do jemi në gjendje ta kurojmë problemin, nuk do jemi në gjendje ta zgjidhim problemin. Dhe problemi vjen, kemi ndryshuar ligjin, kemi ndryshuar VKM-t, e kemi ullur, apo e kemi ngritur nivelin e sigurisë. Pyetja ime për ju, zoti prokuror, zoti Garanxha, sepse mbeten e gjithmonë prokuror i përkushtuar që i dhat rinin, kontributin atij institucioni. Pse u vran gjykat? Gjykata, vrasja e gjyqtarit duhet parë shumë thellë. Nuk duhet parë thjesht. Ajo është maja e një icebergu, siç po diskutojmë dhe pjesëtarët e panelit, ne konstatojmë që në vitin 92-93 kanë qenë 7 reparte ndryshme që ruheshin. Konstatojmë sot me kalimin e gati 30 vjetëve këto reparte s'janë më. Pra ne jemi të çakurduar. Del ministri i rendit thotë nuk e kam unë. Del qyteti se kam unë, po lind pyetje kush e ka këtë. Dhe ne sot vuajmë pasojat e çakurdimit të shtetit në vitet. Goditjen përfundimtare e sistemit gjyqësor e ka marrë me vettingun drejtësi. Vettingun drejtësi ka larguar një numër shumë të madh profesionistësh. Është zvogluar numri i profesionistëve dhe është rrit sasia e dosjeve. Është ulur numri i gjyqtarëve dhe me uljen e numrit të gjyqtarëve zgjatet afati i gjyqjeve. Dhe po ta vëmë re, jam dakord me Alaudinin që tha, ne duhet të shohim shkaqet e konfliktit. Pra s'duhet parë vetëm te siguria, ja e mbrojtëm gjyqtarin, por duhem që dhe njerëzit duhet dhe parandalimit tek shoqëria. Pra njerëzit mos i lejmë të shkojnë gjyqin nga 15 vjet. Për shembull rastin fjalë kishte shkuar gjyqi 13 vjet. Kishte nisë në 2012 dhe ishte ala, domethënë vazhdon dhe me këtë trend ai mund të shkojë edhe 20 vjet. Pra një nga pikat e reformës në drejtësi ka qenë afrimi i afatit të arsyeshëm që të marrojnë gjyqet. Pse nuk po marrojnë gjyqet? E dyta ka qenë aksesin në drejtësi. Janë investuar dhe janë si mund të them, investimi në reformën drejtësi ka qenë me miliona e miliona dollar. Konstatohet në terren nuk kemi asnjë lloj investimi. Përkundrazi, janë investime gjykata e apelit, mos gaboj në kohën e Enver Hoxhës, ka qenë zjarr fikse. Ka qenë e lagjes numër 1, se këtu ka qenë nishi, lagjes numër 2 po të keni parasysh. Strukturë e papërshtatshme. Kur ka qenë kryetar Alaudini, u mundu ta përshtatse me investime, po ka qenë prapë papërshtatshme. Vetëm për apelin që një nga 6 gjykatat e apelit. Tashi, një ditë bukur, kjo godin dihet që është e papërshtatshme, s'ka asdoma për gjyqtarët. Si sjellti të 5 gjykatat, 6 gjykatat këtu? Pra këtu është një veprim i papërgjegjshëm. Pra këtu ne veprohet
me letra jemi mirë, si që tha dhe ai eurodeputeti, tha, edhe kur erdhi eurodeputeti, po të keni parasysh, raportuan gjithë institucionet, me letra jemi mirë, tha, por në terren jemi zero, tha. Ka është vrarë një gjyqtar në krye të detyrës, kemi në rritjen e urrejtjes të popullit shqiptar për gjykatat. Është e papranueshme, po të keni parasysh komentet për gjyqtarin, e papranueshme. Në mbi 80% komente pozitive. Pra të lavdrosh një vrasës e cili vrau një gjyqtar. Po si ka arrit njerëzit deri këtu? Pra kemi një degradim në vite, neve kemi dhe një mashtrim spektakolar që është bë popullit shqiptar me reformën drejtësi. Pra popullit shqiptar do i ofrohet drejtësi dhe nuk po i ofrohet. Të marrim historinë e shtetit shqiptar që 1912 nuk ka ndodhur vritet gjyqtarën sa gjyqjet. Nuk ka ndodhur edhe në 97-ën. Gjyqjet janë bë, nuk janë shujta fatet e paraburgimit. Edhe në 97-ën, ju e dini mirë, keni punuar, asnjë shurje paraburgimi s'ka pas që dali i panderi ose i paraburgosuri, dilte gjithmonë kur kishte një vendim pafajësi ose dënimi dhe bënte afatin e dënimit. Sot ne nuk kemi sistem gjyqësor. S'kemi sistem gjyqësor. Pra sot, domethënë, ne kemi arrit te një pikë që rrezikohet që po nuk dolen shkaqet. Organet e qeverisë së drejtësisë zgjerin shkaqet. Pse kemi arritur deri këtu? Pse nuk janë bërë investime? Pra neve duhet t'i ofrojmë popullit shqiptar, domethënë e para lidhe me gjykatat, duhet t'i ofrojmë drejtësi në kohë, drejtësinë t'i ofrojmë profesionistët, se s'mund të marrim në hajde ti marrojmë këto dosje t'i vëmë nga një vul dosje sipër, jo. Ne duam dosje t'i zgjidhim profesionistët. Dhe personat që janë marrë me reformën drejtësi duhet të kenë përgjegjësi për këtë punë, sepse kur e bën propaganda, se kjo është propagandë, dole nëpër media, tha do i ofrojmë në afat të arsyeshëm, do kenë akses në sistemin e drejtësisë, do luftohet korrupsioni, do jetë etike lart profesionale. Ishte e papranueshme ajo që tha dhe shumë e rëndë ajo që tha prokurori i përgjithshëm para parlamentit. Ke magjistratë që s'kan etik fare. Tash etika ka rënë. Aksesin drejtësi ka rënë. Tash këta njerëz që u morën me këtë punë, do marrin përgjegjësi apo jo? Ose të paktën ne si jemi për demaskim, por të paktën ne të marrim masat, të nxjerrim shkaqet, pse kemi arrit deri këtu dhe më pas dalim tek siguria. Sepse ka dështuar siguria, ne kemi, pra neve duhet tulim, parandalojmë popullin që themi, ore do jepet një drejtësi në kohë të arsyeshme, por nga ana tjetër edhe siguria duhet shtohet. Pra ne kemi dështim të sigurisë dhe sigurinë unë e shoh në dy aspekte. Në kushtet fizike një të ruajtjes gjyqtare dhe ruajtjes dosjeve. Dosjet sot rrezikojnë të kalben. Pra për shkak të mbledhjeve dhe nuk bëhen vite të kalben. Do kalbet dhe dosja fizikisht, nesër s'do kesh dosje, se s'ke kushte. Nesër ne do ngelim pa dosje. Se dhe ligji për arshivat e shtetit ka rregulla se si mahet dosje. Është lagështia, kushtet ndaj faktorëve të jashtëm. Pra ne kemi bërë një degradim total. Dhe këto nuk delet asnjë shkaq. Po jemi kthyer në mesjet. Edhe gjyqjet partizane e diskutuam, kam diskutuar. Edhe në gjyqjet partizane mblidheshin ata partizanët, marrin një proces verbal, pavarësisht se ne jemi dakord me ato gjyqje, po ka funksionuar shteti. Është turpën 115 vjet nuk funksionon shteti. Është me fond durrë të kokë. Duhet me ngret alarmin, siç tha ai eurodeputeti. Por ne jemi mësuar kështu, na duket si normal, jena mësuar me këtë palishmërim. Një ndërprerje publicitare do të kthehemi përsëri, është shumë interesante fjala që ju thatë, mënyra se si ruhen dhe protokolli i ruajtjes dosjeve, se nuk është vetëm lagështia, por sistemet e mbrojtjes nga zjarri, sistemet e tjera të sigurisë, sepse ato janë baza e arshivës dhe dokumentacionit. Pas pak, të nderuar teleshikues, përsëri në Alo Policia, së shpejti mos të largoni nga ekrani. U kthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia me të ftuarit tanë. Ishim në një moment debati për problemet e sigurisë, sepse në këtë emision dhe në gjitha emisionet siguria do të jetë në fokus. Përfitoj nga një moment, ne kemi bërë një dhuratë për të gjithë miqtë e emisionit, do të jetë një bluzë dhe një kapele. Qëllimi i saj nuk është thjesht dhurata, por janë mesazhet që do t'i japim. Çdo qytetari ne i themi kontaktoni numrin 129, kontaktoni Policinë e Shtetit. Nuk është vetëgjyqësia, është komunikim me institucionet e policisë, me institucionet e gjyqësorit e tjerë, dhe ne do të jemi që do të kontribojmë për të qenë ndërmjetës, lidhës midis qytetarit dhe këtyre institucioneve. Për çdo gjë që do të keni, probleme që do të keni, komunikoni, na shkruani. Ne do të jemi aty tek ju dhe do t'i bëjmë publike gjitha problemet, ato çfarë ju nuk do të keni zgjidhje. Nderuar, ndjes që parë se u futëm në një hapësirë publicitare, ju thatë me drejtë që siguria nuk është vetëm roja tek dera, po është perimetri, është siguria, po janë edhe dokumentacionet.
janë arshiva. Me të drejtë ju thatë është lagështia, po janë dhe mbrojtje nga zjarri dhe gjitha këto probleme, po mund të kemi dhe akte terroriste, apo akte të tjera ke i dashur që mund të kërkojnë të dëmtojnë ta. Prandaj i jap shumë rëndësi asaj ju po thoni dhe më falni për ndërprerjen, por kushtet në cilat ato janë, çfarë po thoni? Mund të konstatojmë edhe e nisim nga vendi ku ndodhi dhe ngjarja e rëndë me ndjerjen gjyqtare Astit Kalaja dhe sot për shembull te gjykata e apelit ruajtja e dosjeve është kushte shumë vështirë sepse kanë ardhur dosjet nga gjithë Shqipëria. Për shembull gjykatat e apelit, Vlora kishte 3, Shkodra ka 3. Pra domethënë nga një vend që ishte diçka e studiuar që mund viheshin dosje të truash, sot janë bërë gjithë dhe duhet kemi parasysh edhe tek rastit me gjyqtarin, rasti Shkambi, ishin zhdukur disa akte nga dosja. Dhe tash zhdukja e akteve nga dosja është gjë shumë e rëndë, sepse kjo është çështje civile shit sa pasojë solli. Por mund të kemi një çështje penale, hiqet akti origjinal ose mund të jetë gjurma biologjike që të hiqet nga dosja. Pra ne kemi transportin dhe ruajtjen e tyre në kushte, ja edhe te rasti Shkambi mund ta relatoj dhe gjyqtari që bëhet fjalë që kanë humbur akte nga dosja. Pra kur ne jemi të zot trujmë dosjen. Pra organi ndjekjes penale të patë duhet trujë dosjen, duhet trujë çështjen. Atëherë si mund trujë veten? Pra duhet ndrojnë akte, do ruaj veten dhe do ketë një në raport me qytetaren ke një përballje. Pra ke një anë morale. Kur i humb dosja, për shemb kur i humb çiftja gjuetarit, po të them kështu domethënë që kur fshe provat prokurorit. Kur fshe provat tash, ç'a ikën ti shkon gjyq s'ke provat. Pse është kpull prova? Po ku ka ikë kjo provë? Është marrë me firmë, për shembull, merret në regjistër në sekretari nga prokurori, o mund të ngjelet një personi në dorë. Prandaj edhe këto duhen parë. Prandaj edhe unë i mshoj asaj që thash në fillim. Duhet të jemi të kujdesshëm, analiza duhet të jetë e plotë. Analiza nuk duhet marrë vetëm siguria, edhe siguria duhet. Jam dakord që duhet, se është pjesë e mbarvajtjes punës. Jo vetëm këtu, por në çdo, jo vetëm në gjykat, po edhe në prokurori, po edhe te organet e policisë. Por neve duhet marrim shkaqet kryesore që ka ardhur vendi deri këtë drejtë. Pra kemi arritur deri këtu, kemi shkatruar një sistem gjyqësor, kemi shkatruar vlerat, kemi hequr profesionistët, të cilët shteti ka investuar në vite. Janë investuar në vite, i ka çuar këto gjyqtarë, një pjesë tyre kanë shkuar në Danimark, në Itali që janë trajnuar për vende të caktuara. Përmend prokurorin, ish prokurorin Anton Martini, për shembull, një prokuror i cili ka sulmu bandat dhe u hoq. Pra u hoq nga vetimi se pse kishte marrë kredi. Kuptoni se çanot ose pse ke marrë 2 kredi. Pra neve ku ta gjejmë që një prokuror që i ka dhënë shtetit me kredi dhe strehohet vet. Jo, është shkelje thotë. Po çfarë 3 jashtë ky? Ose të marrë të bëjnë ndërtim pa leje. Pra këta kanë shkatruar sistemin e drejtësisë. Duhet bërë analizat, duhet bërë se si dilet nga ky kolaps. Si dilet nga ky kolaps duhet analizë. Deri më sot neve po shohim, thash i kthejmë prapë thënës atit europarlamentarit e tha bukur, nuk ishte ai greku që mund ta paragjykojmë. S'ka lidhje ai një europarlamentar tjetër që tha është për me vonë këmbanën. Pra që të lavdrohet personi ose që të nxitet vetgjyqësia, vetëm këtu nxitet e ka nxit shteti vet. Pra ne duhet të mblidhemi gjithë, diskutohet, jo vetëm në për studio, se ne bëjmë tonën. Ne kemi drejt të themi fjalën tonë. Për shkakun kur shkon kodi penal, neve duhet të themi që nuk shkon. Mos themi kod shkojnë, por neve duhet ngrihet edhe shoqëria të ketë reagimet e veta. Për shembull hartet e drejtësisë, falë Laudit. Neve shohim që gjykata këtu ka qenë zjarrfikse, nuk shkon më kjo punë, duhet ndërhyet. S'mund të themi ne jemi mirë ku jemi keq, sepse ndodh, po të kemi parasysh nga fitoria në fitore kemi thonë atëherë kur ishte sistemi. Ne ishim cop, ato thoshin është fitore. Prandaj shkaqet dhe analizat duhet bërë nga organet e drejtësisë. Në vazhdim të kësaj që tha zoti Karanja, prokurori Karanja, unë kam edhe një këndvështrim tjetër lidhur me sigurinë e gjykatave dhe gjyqësorit dhe uljen e tensioneve të opinionit publik mbi gjyqtarët dhe prokurorët. Sepse problemi më i madh që kemi ne sot në sistemin e drejtësisë është tensioni i lartë i gjithë publikut ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prandaj ky tension i lartë do ketë valvën e shfryrjes dhe do jetë vetë gjyqësia. Pra, unë e shikoj këtë sistemin e drejtësisë në një trinom të lidhur fort me njëri tjetrin, të cilët janë policia e shtetit, prokuroria dhe gjykata. Janë të 3 institucionet bazë të formimit të sistemit të drejtësisë. Problemi më i madh që
mendoj unë Aqalon, është që duke filluar të alo policia. Pra sa të sigurt jemi ne që ai telefonata alo policia, alo 129, i shërben të drejtës ose konfliktit të palëve, ose zbulon të vërtetën e asaj. Ne nuk kemi, ne kemi vetëm disa oficer policie, ose disa oficer policie gjyqësore, të cilët me mania i ka lidhur në ato institucione prej 20 o 30 vjetësh dhe kanë rënë në rutinë, të cilët nuk kanë asnjë gjë të re për të dhënë për t'i shërbyer publikut. Pra, po të veshte një oficer i policisë gjyqësore sot, jam i sigurt që në çdo konflikt ju avë fajin njërit ose tjetër parë sipas interesit vet, sipas përshkrimit vet ose mentalitetit vet, dhe as pak në një punë ashtu siç i takon policisë së shtetit. Po pse ka ndodhur ky fenomen, duhet të them ne? Pse policia e shtetit arriti deri këtu sa të bashkalidhej me krimin organizuar? Se ne ky që policia e shtetit është e lidhur me krimin organizuar është fakt sot. Nuk është më hipotezë që ne do ta themi në media që ndoshta do të ndodhi të nesërmen. Ne sot kemi disa oficer policie të akuzuar për lidhje me bandat, në shërbim të bandave të kryer dhe vepra penale. Por kush është, mendoj unë që është gjë më e keqe? Ne projektet e vjetra të cilat kanë filluar nga viti 2010, 2011, 2012, besoj, ka qenë një projekt i prokurorisë për gjithë prokuror, që ose mban zoti Karanxha mend, kur të gjithë prokurorët kur të venin në seancë në zyrën e tyre duhet të shkruanin të gjitha çfarë do ndodhet, të gjitha materialet që do merrnin, pyetjen e dëshmitarëve, pyetjen e ekspertëve, të gjitha do t'i bënin dhe do t'i hidhin në sisteme kompjuteritike dhe do ruheshin të gjitha ato paralel me atë që do bënte prokurori. Njëkohësisht ne këtu çfarë sot? Ne nuk e dim se sa i përgjeshëm ose i papërgjeshëm është oficeri i policisë gjyqësore. Ne për ta vënë oficerin e policisë gjyqësore në shinat e ligjit që ai të zbatojë detyrën ashtu konform ligjit dhe nxjerrit vërtetën për një konflikt mes personave, duhet që ai të jetë i digitalizuar. Pra komisariatet tona duhet të jenë të digitalizuara dhe çdo lloj pretendimi i palëve duhet të jetë i mbajtur në mënyrë elektronike, që nesër një prokuror ta ketë punën sa më të thjeshtë për të dhënë verdiktin e vet të vërtet se si ka ndodhur ngjarja, si ka evoluar dhe pse janë bërë këto ose ato veprime. Sot prokurorin ne kemi këtë andisur që do të bëjë çfarë thot polici. Ky është gabimi më i madh. Duke ditur pastaj edhe këtë pjesën tjetër të krajnizmave shqiptar, që njëri është nga veriu, tjetri është nga jugu, tjetri është nga Shqipëria mesme, tjetri është nga Korça, të fillojmë një sulm me njëri tjetri. Pse ai, pse ky dhe kjo tjetër. Kështu që analiza e sistemit drejtësisë është për mua është në 3 këndvështrime. Në këndvështrimin e parë siguria, që e kemi thënë gjithë, tha zoti Karanxha, tha zoti Prençi, që siguria e ruajtjes së objekteve duhet të kthehet atje ku ishte, duhet të armatosen gjyqtarët, për mendimin tim duhet të ishin armatosur tashmë që flasim bashkë, dhe jo të nxjerrit VKM vetëm për të ruajtur 10 prokurorë gjyqtar. Patjetër të gjithë prokurorët e gjyqtarë. Patjetër tani po armatoset gjithë populli. Tani të gjithë mund të marrin armë. Nuk është më simpar që vetëm punojësit e shtetit kishin armë. Tani janë të gjithë armatosur. Pse gjyqtarët e prokurorit i privon nga kjo drejt, që është drejt kushtetuese për të mbajtur një armë? Ta mbash në shtëpi, ta mbash në breza, ta mbash armë gjau, është tjetër që është zgjidhje tjetër. Një nga zgjidhjet që unë mendoj që duhet të jetë patjetër. E dyta është problemet që thash nëpërmjet policisë së shtetit dhe prokurorisë, që janë probleme që janë duke ushtuar ditë për ditë dhe prokurorët edhe sikur të duan të kenë kurajë të dalin ndaj punojësve të policisë së shtetit, nuk kanë mundësi efektive ligjore për ta zbatuar të drejtën e vet. Dhe e treta ajo që e themi të gjithë, projekte sa më të mëdha dhe digitalizimi. Nëse ne nuk digitalizojmë çdo lloj zyre policore, prokurorit, të gjykatës, të arshivës, ne s'kemi për të arritur asnjëherë atë sukses që duam në shërbim të komunitetit dhe të publikut. Kur e formatuam këtë program, nuk e menduam dhe formatuam që të jetë një emision, por e menduam dhe e perceptuam që të jetë një mision, sepse është shumë e rëndësishme që ne të jemi misionerë. Për shembull, ju zoti Premçi jeni shpeshherë në media, jeni ekspozuar mediatikisht me opinionet dhe me kritikat, por dhe me qëndrimet tuaja shumë profesionale,
gjithashtu dhe Rangja dhe zoti Malaj. Dhe kjo shumë mirë kur ky lloj debati dhe kur ky lloj raporti ndihmon opinionin dhe analizën. Por kjo situatë, si mendoni mund të zgjidhet? Si mund të kemi element sigurie më shumë për sistemin gjyqësor? Mund të jetë trajnimi i forcave të policisë, mund të jetë trajnimi i vetë stafit, mund të jetë marrja e masave duke shkuar drejt teknologjisë, apo zgjidhja e problemeve, se ngaherë tensionet sikur njerëzit po i zgjidhin në mënyrë me vetë gjyqësi, nuk po i zgjidhin duke besuar shumë te institucionet. Zoti Softa e thatë shumë bukur që kur menduam për ta bërë këtë emision, së bashku me drejtuesit e kompanisë mediatike, nuk menduam për të bërë një emision, por menduam për të realizuar një mision. Ky mision, që është e vërteta, nuk duhet jetë atributi i Fation Softës, apo i Shemsi Prenqit, apo Alaudin Malajt, apo Karangjës. Ky mision duhet jetë i gjithë qytetarëve shqiptarë dhe vetë tema e emisionit Alo Policia është një domethënie shumë e madhe. Për të realizuar ky mision, i nderuar Softa, s'pari duhet kemi një përpjekje radikale të organizatës së policisë për të shtuar besimin në komunitetin shqiptar. Jo vetëm në komunitetin shqiptar që jeton këtu, por edhe në komunitetin shqiptar që jetojnë jashtë vendit, jashtë trojeve të Shqipërisë, etnike apo të Shqipërisë sot me shtet. Edhe ndaj turistëve, sepse kjo realizohet duke patur një performancë të organizatës policisë, një profesionalizëm, një qasje ndryshe, pasi policia në vitet e fundit, edhe pse jemi duke shkuar drejt kohëve moderne dhe drejt integrimit në Bashkimin Evropian, të paktën ëndër që e shohim të gjithë, por nuk e dim a do ta prekim me dorë. Problemi është që ne mbartim në vetvete një arrogancë të shërbimeve. Shqipëria ndoshta në këndvështrimin tonë është vendi që shikojmë më shumë polici me uniform, po morim më pak shërbime policie. Dhe kjo ka të bëjë me propagandën, ka të bëjë me angazhimin e forcave të policisë me detyra dytësore, tretësore, për të ruajtur shtëpiat e kryeministrave, për të ruajtur ato sarajet ku i kanë, sepse këto tani qeveritarët tanë nuk kanë vetëm një shtëpi, kanë nga 10 vila, nga 15 vila. Ndërkohë i harxojnë policinë, numrat e policive për detyra dytësore, që i takojnë institucioneve tjera. Pra, ne nuk kemi parë në Shqipëri që një institucion tjetër të bëjnë prishjen e ndërtimeve pa leje ose parandalimin e ndërtimeve pa leje, por ne duhet të çojmë policët, direkt policët për ta mbështetur ekzekutimin e vendimit. Ne nuk kemi parë që një institucion të ekzekutojë vendimin pa u mbështetur nga policia, duke e bindur që e kanë bën kundërshtim me ligjin. Po duhet të çojmë policë me automatik që ta tremin shqiptarët. Ne kemi pa vitet e fundit, sidomos këto 5-6 vitet e fundit, arrogancën e qeverisjes nga kryeministri i Shqipërisë, nga ministrat, drejtorët e përgjithshëm dhe gjithë zinxhiri komandues i organizatës policisë. Dhe kjo arrogancë nuk e rrit besimin e opinionit publik tek organizata e policisë. Po e keni parë nëse SPAK-u e ka nivelin e besueshmërisë, pra të perceptimit të opinionit publik, që varion nga 63 deri në 73%, policia vetëm një herë ka pas 54%, në vitet 2015-2016 dhe tani ka rënë ke 43%. Pavarësisht se kush janë institucionet që kanë bërë. Ama duhet të rritet besueshmëria e opinionit publik tek policia, duhet që logoja që ju keni vënë në programin tuaj televiziv, duhet të qasat në çdo cep të Shqipërisë. Alo Policia me numrin 129 apo 112 dhe derivatet 126, 129, 127, 128, që ta kuptojnë që në këtë vend duhet i thomi alo policisë për shumë probleme. Dhe kjo do të ishte një merit shumë e madhe, kjo do të ishte një startim i realizimit të misionit. Dhe misioni fillimisht duhet të realizohet, duhet filloj të realizohet duke rritur besimin tek opinioni publik edhe perceptimin e opinionit publik, me qasjen me profesionalizëm dhe me kulturë të komunikimit, jo me arrogancë, sepse arroganca e largon
e largon publikun nga komunikimi me policinë. Dhe unë që kam punuar një jetë oficer policie, të ish i bindur që çdo ditë telefonoj numrin 112 edhe 129 për probleme që atakoj në trafik, për probleme të konflikteve, telefonoj 1 deri në 2 telefonata në ditë i bëj sepse e kam në gjak profesionin e policit. Edhe pse jam larguar nga të qenerit aktiv, unë e kryej detyrën e policit në rezervë. E kryej sepse e ndjej që du ta bëj. Mi po ne du të bëjmë për të realizuar misionin që thoni ju misionin, duhet që këtë ta injektojmë me kulturë, profesionalizëm, kulturë komunikimi, duhet ta realizojmë edhe tek opinioni publik, që të komunikojnë edhe të realizojnë. Duke kaluar këtë drejtësia dhe duke kaluar ndjes edhe Alaudinit, edhe Vin Garangjës, duke kërkuar, unë e shikoj problemin në 2 drejtime. Spari nuk është turp që qeveritarët tanë të mos e shikojnë Shqipërinë që duhet qeverisur vetëm nga ekzekutivi. Sepse duke parë që duhet qeverisin vetëm nga ekzekutivi, ne nxjerrim ekzekutivin mbi pushtetin gjyqësor, që kontrollon pushtetin gjyqësor, që e bullizon pushtetin gjyqësor, që e kërcenon, që e intimidon pushtetin gjyqësor, pra që intimidon edhe legjislativin, siç kemi parë në rastin e seancës plenare për prezantimin e një programi qeveritar, dhe krijohet përshtypja që këtu në Shqipëri nuk ka ma gjykata. Gjykatat i shtyp kryeministri, gjyqtarin e kërson kryeministri. Pra kjo është arroganca. Këtu fillon arroganca e pushtetit ekzekutiv dhe e çojmë deri në nivelin e policit të komunikon me qytetarët. Jeni të bindur se Shqipëria sot nuk ka nevojë për kodin e ri penal që i qasët nga bastartët e drejtësisë shqiptare, ish ministri i drejtësisë Ulsi Manja dhe nga zoti Rakipi, drejtues i qerdhës së magjistratëve të ri, i cili edhe bën rekrutime të selektuara dhe ata nesër nuk do t'japin drejtësi. Ajo është qerdhe patronazhistës që përgatit fidanishte të një pushteti nesër gjyqësor jo të drejtë, jo të mirë. Dhe pastaj i qasin opinionit të ligjvënësve shqiptar një kod penal, në një kohë ku ne kemi nevojë për ndryshimin e kodit procedurës penale, sepse kodi i procedurës është ai që zvarrit në pafundësi zhvillimin e gjyqeve dhe jo kodi penal. Dhe e fundit, për të mos e zgjatur më, unë do të isha dakord që edhe pushtetarët, edhe politikanët, edhe deputetët, le të bëjnë një autokritik. Le t'i kthehen mbrapa hartës së re të drejtësisë për ta quar shërbimin sa më afër publikut, sepse siç e përmendi i nderuari ish kryetari i gjykatës apelit Alaudin Malaj, që tha që po të kishte ndodhur ngjarja, po të ishte shqyrtuar çështja gjyqësore në Shkodër, mentaliteti i shkodranit edhe policia e Shkodrës do e njihte agresivitetin e palëve në konflikt dhe do e informonte gjykatën apo prokurorin mbi agresivitetin, mbi mentalitetin e personit në konflikt dhe do e vlerësonin maksimalisht një situatë të tillë dhe nuk do e lenin që të shkorin deri në pikën e vrasjes së gjyqtarit në sallën e gjyqit. Prandaj është emergjente që edhe qeveria shqiptare, edhe Ministria e Drejtësisë, edhe KLP-ja dhe KLG-ja të mlidhen në një tryezë për ta ripar hartën e re gjyqësore, sepse realisht do të shkojmë më keq në atë dyzinën e dosjeve dhe nuk do të japim drejtësi kurrë dhe një drejtësi e vonuar dhe e zvarritur prodhon konflikte dhe prodhon vendimmarrje dhe veçgjyqësi që kurrë nuk uroj të ndodhë si në rastin e Astrid Kalas. Sa do të ndikojë kjo ngjarje tek drejtësia? Unë mendoj që në stadi që jemi në aktual ka ndikuar shumë. Gjyqtarët, po themi për pjesën më të mirë të shëndetshme, kanë vlerësuar drejt ndodhjen e ngjarjes. Frika është shtuar, besoj, më shumë se çka qenë te gjyqtarët edhe te prokurorët, sepse s'është vetëm në gjyqtarëve frika, por gjithsesi frika do të vritet duke gjetur mekanizmat në që t'i shërbesh publikut, jo që ta anatamosh publikun, ta sulmosh publikun, t'i heqësh të drejtat publikut. Pra, analiza jo që tham edhe më parë, analiza ne nuk kemi parë deri sot asnjë analizë realisht. S'ka asnjë analizë reale. Përveç se, do thash edhe më parë që vetëm disa
fjalit të institucioneve dhe se cilit ja rastin fajin njëri tjetrit. Gjithmonë kështu ka ndodhur. Institucionet e kanë edhe fajt, por përgjegjësiria ka qenë akoma më e madhe dhe publiku nuk ka pasur këtë opsion kaq negativ në kohën tonë se sa është sot. Kështu që e vetmja është ajo që tha zoti Prençi, që politikanët duhet të kthejnë kokën nga e shkuara, duhet të shohin një mekanizëm tjetër më të mirë. S'është për të pranuar gabimin, është për t'i shërbyer publikut, sepse ne reflektimi vëlla, ne nuk thamë të thotë që bëna gabim. Të reflektoj, ta korrigjoj. Ajo që bërën politikanët tanë që e bën me njëjësi territoriale ishte pozitive, po të ishte lënë ai ligj që u çel me reformën në drejtësi. Këta prishin ligjin për reformën në drejtësi dhe bën një gjykat. Ligji për reformën në drejtësi do ishte me një gjykat apeli shumë të mirë, po të ishte bërë në qendër, nëse do kishim një gjykat lart që do bënte vetëm me vendime unifikues. Tani unë them që 2 palë në një proces gjyqësor që gjykata e lartë e kthen çështjen për gjykim pas 10 ose 12 vjetë ose 9 vjetë. Çfarë pasojë sjell palë? Përveç se konfliktit individual, para gjykimit të dhënies verdiktit drejtësisë nga gjyqtarët, dhe sigurisht një gjyqtar që prish pas 9 vjetëve një çështje në gjykatën e lartë është për ta futur në burg direkt nesër, mos ta zgjasësh më për më vonë. Sepse ky është edhe ai mekanizmi negativ, pra gjykat si gjykatës së lartë, në vend të bëhet palë me procese gjyqësore, aq më tepër kur ka ngel fuqi shkallë parë dhe në apel. Po ti e prish në gjykatën e lartë se të doj qefi për të prishur një çështje dhe ti këto palët i ke nesër me automatik me njëri tjetrin. Se gjykata nuk u funksionoi, atëherë do të briten, do të sjellin pasojë negative. Pra sot jemi të gjithë, po t'i shofësh të gjithë njerëzit, janë të gjithë me nga 5-6 procese gjyqësor, janë të gjithë në konflikt me njëri tjetrin, janë të gjithë të sfumuar dhe të sulmuar kudo. Më fal vetëm për ta sjellë në vëmendje. Ne jemi një shoqëri që ndoshta mund të jemi ndër të paktat shoqëri që kemi kaluar një tranzicion shumë të gjatë. Tranzicioni jonë është i shoqëruar me një kthim të pronës nga prona shtetërore. Nuk e kemi quajtur te pronari, po kemi përdor ligjin e famshëm 7501 dhe ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave. Kemi aplikuar edhe 2 programe qeveritare, Shqipëria një herë dhe investitorët strategjik, ku kanë përfituar grupet kriminale dhe pushtetarët kanë përfituar. Në këtë formë ne jemi të ndërgjegjshëm, ne që jemi jurista dhe e kemi atakuar si problem gjatë gjithë ushtrimit të detyrave që kemi kryer. Ne jemi të bindur, unë personalisht jam i bindur se kam marrë pjesë 25 vite në konfliktet për pronën. Nga më të ndryshme, ka shumë viktima në Shqipëri në konfliktin për pronave. Edhe këto konflikte i ka shkaktuar ligji 7501 dhe kthim kompensimi pronave. Por problemi kryesor që e deklaroi nëse e lexuat në raportimin e kryetarit Spakut në parlament është implikimi i zyrtarëve të shtetit, nuk po them politikës, sepse ai e foli dhe për reformën politike etj, implikimi i zyrtarëve të lartë shtetit në hartimin e dokumentacionit të falsifikuar. Dhe duke përdorur këto, kanë përfituar grupet kriminale dhe zyrtarët e lartë shtetit me qindra dhe mijëra hektar tokë në zonat me ndjeshmëri, siç janë zona e Bregdetit, siç janë vendet në parqet e Shqipërisë dhe në zonat e mbrojtura. Në këtë kontekst, ky lloj konflikti për pronën do të gjenerojë kriminalitet pafund. Jo 100 vite, po edhe 200 edhe 300. Ndaj edhe shoqëria shqiptare, sidomos institucionet shtetërore, duhet të reflektojnë në pikpamje të hartimeve të ligjeve të reja dhe të praktikave të reja, po duke ngritur dhe institucione të qelësishme, serioze, dhe jo institucione që të fillojnë punën në stalla dhe në galloshe. Sa të vrarë ka vetëm për çështje pronës? Shiko, është përdor një shifër, faktikisht unë e kam kundërshtuar atë shifrin, e kam thënë mos e bëni këto propagandë se ka 11.000 vrarë, se ka dikush ka thënë 12.000, dikush 11.000. Fatjon, për hir të vërtetës, kaq krime, kaq të vdekur kemi në të gjithë vitet nga 1990-ta, rreth 12.000 vrarë. Është një shifër shumë e madhe. Për Shqipërinë që e kemi pas dje, në fund të viteve 90 e kemi pas te 4.2 milion banor, dhe sot që e kemi këtë 2.3 milion banor që jetojnë në Shqipëri, ndërkohë që pjesa tjetër jetojnë jashtë. Por kriminaliteti nuk ka ndodhur vetëm për shkak të pronës. Ka ndodhur për shkak të konflikteve të interesit në fushat e influencës për trafikun
për trafikun e drogës, ka ndodhur vrasje në zënje e sipër, po jo për pronën. Por 70% e vrasjeve në Shqipëri, pra e humbjeve të 11.000 jetëve njerëzore, 70% e kanë bazën të konflikti për pronën. Dhe t'jeni të bindur që nëse dikush ka pas, po morim një familje të qëndësishme në Shqipëri që ka pas shumë prona, dhe sot s'ka si dilim tokë, sot s'ka si metër tokë. Nëse nuk qetë Alaudini, nipi Alaudinit, më falni Alaudini, i Shemsiu, po themi, kur ta marrë vesh që djali apo nipi i Shemsiut është pasuruar nëpërmjet grabitjes së tokave, edhe ai do blej një nga ato pistoletat që u ka para 3 ditësh në Tiranë, do blej një pistolet, e thotë që pse ti je i pasur ai në tokat e gjyshit tim dhe unë s'kam. E kupton? Pra ai nuk e kap ma trendin e për të bërë i pasur. Riçelim konfliktin. Por do të riçelim konfliktin nëpërmjet xhelozisë, nëpërmjet të smirës, sepse si ka mundësi që X ka zaptuar se si ka ble tokat e gjyshit tim dhe unë që kam pas gjyshin pronar, sot nuk kam vend ku të ngrej një shtëpi. Dhe kjo do të trashëgohet ndër breza. Është një histori e çuditshme në Shkodër që po ta tregojmë për emisionin, do t'i shërbej, po nuk ja vlen sepse minutat janë të kufizuar, por thelbi i problemit është që konflikti, zanafilla, indicia është konflikti për pronën, e cila në vazhdimsi do të gjenerojë kriminalitet. Ne do të jemi të shqetësuar si shoqëri për këtë, jo vetëm juristët, ligjvënësit shqiptar, ata që merren me hartimin e këtyre gazetave dhe hartave të reja të drejtësisë du ta kenë parasysh këtë. Ne nuk jemi një shoqëri evropiane që kemi mentalitet ndryshe, ne jemi Ballkanas. Dhe Ballkanasit për pronën sot edhe 1000 vjet nuk ta falin. Sa raste kemi... Më falë, kanuni. Pse ekziston kanuni? Pse vepron kanuni sot? Sepse jemi një shoqëri me vjetër, me mentalitet. Po. Jo vetëm të vrarë, po themi për pronat, por edhe rastet e sulmeve të tjera. Nuk është rasti i vrasjes së gjyqtarit në Tiranë, kemi edhe vrasje të tjera, apo jo? Sa raste kemi, edhe të gjitha këto për çfarë motivesh kanë qenë. Rasti i Vlorës për shembull, që është sulmuar gjyqtari. Rastet e vendosjes eksplozive lënë në banesat e tyre. Presionet që krijohen ndaj tyre, por kjo nuk vjen vetëm ndaj gjyqtarëve, kjo vjen ndaj punonjësve të policisë. Kështu që krimi është bërë prezent dhe frika ndaj krimit patjetër kërkon një reagim. Dhe ky reagim nuk mund të jetë vetëm i një institucioni, por patjetër që drejtësia është ajo çfarë ne shkojmë dhe pretendojmë që në mes drejtësisë personat e duhur, të cilët janë, duhet marrin dënimin e duhur. Po si do ta zgjidhim problemin lidhur me sigurinë, sepse shpeshherë ne themi roje tek dera, sistemet e sigurisë, ndryshime ndoshta mund të kemi një rikthim apo jo, duhet të sugjerojmë nëse mund të kemi rikthim të hartës gjyqësore, sepse vjen sa gjykata apeli ka. Tani është një gjykat apeli me qendrën në Tiranë, kanë qenë 6. Dhe më e bukur është që në të tërë këtë kohë nga viti 2013 deri tani, shteti, ZABG-ja, institucionet shtetërore kanë financuar për të bërë godina të reja dhe salla të reja për gjyqësorin. Dhe të 6 gjykatat e apelit që janë në rrethe, janë të gjitha godina të reja luksoze me standarde evropiane, dhe ne i hoqim nga ato godina, i kemi lënë bosh ato godina, dhe janë bosh të gjitha godinat e reja, 4 kaçe që janë në përrete, dhe kemi vendosur një gjykat apeli në Tiranë. Pastaj të vazhdojmë te pjesa tjetër e numrit të gjyqtarëve, numrit të administratës e tjera e tjera. Kështu që jo vetëm një hartë e re gjyqësore, por edhe ndryshime legjislative. Për mua, konflikti mes palëve ndahet duke bërë ndryshime ligjore. Në asnjë rrugë tjetër. Armët vazhdojnë të jenë një problem shqetësues, zotë Bramçi. Madje ne themi si hyrin në gjykat, po si hyrin në burgun e Peqenit. Pra, ne themi siguria nuk është roja, është protokolli i sigurisë. Dhe këto protokolle sigurie ndoshta duhen të rishikohen, sepse më shumë janë forcuar për presidentin e Republikës, për kryeministrin e vendit, për kryetarin e Kuvendit. Bujqësisë, për ministrin e Bujqësisë që nuk e lu kush. Edhe për ministrin e Bujqësisë, sepse s'ka lidhje fare, flas këtu. Shiko zoti Softa, çështja e armatimit është një histori që pas ngjarjeve të vitit të tronditjes së rendit dhe sigurisë publike në 1997,
Shqipëria, institucionet legjizlatuese, policia e shtetit ka ndërmarrë në bashkëpunim me disa OJF dhe me mbështetjen e partnerëve tanë, ka marrë 2 operacione në kohë të zgjatura, duke bindur opinionin publik për dorëzimin vullnetar të armatimit të trashëguar nga depot e ushtrisë shqiptare të shpërthyer në Afeshtatën. Dhe me një farë mënyre është realizuar një farë misioni për grumbullimin e armëve të marrone për depo. Një pjesë e armatimit dihet botërisht që është larguar nga Shqipëria për shkak të konflikteve dhe është përdorur në konfliktet që kemi patur në Kosovë, që ka patur në gjithë rajonin. Por ka mbetje të atyre armëve poseduese, duke filluar nga pushka model 56, automatiko model 56, mitralozi model 56, mitralozi model 58, pistoleta TT dhe armatimet tjera të zotruar nga ushtria dhe policia shqiptare. Kohët e fundit, pas heqjes së shërbimit ushtarak në Republikën e Shqipërisë, janë hapur disa poligone private dhe të rritë janë frekuentuesit më të mëdhenj të këtyre poligoneve sepse e kanë hobi, duke ndjekur dhe filma me thriller dhe e kanë hobi dhe ke shumë të ri që frekuentojnë poligonet dhe pas poligoneve thonë pse mos ta kem dhe unë një pistolet. Të rit janë të mirë informuar, ashtu si që është i mirë informuar dhe Shërbimi Informativ Shtetëror Shqiptar dhe Policia e Shtetit, se ekzistojnë në rajonin e Ballkanit Perëndimor 3 deri në 4 korridore të trafikut ndërnacional të armatimit. Që është e vërteta koridori kryesor, edhe duhet ta pranojmë, është koridori i Serbisë, sepse Serbia disponon mbi 9 apo deri 11 uzina që prodhojnë armë të kalibrave të ndryshëm, edhe në pikpamje të kalibrit, po edhe në pikpamje të fuqisë së zjarrit, duke deri tek snajperët. Një koridor tjetër i armatimit është ai që funksionon nga Slovenia në drejtim të Bosnjës dhe në drejtim të Malit Zi. Ai i Serbisë në drejtim të Kosovës, por edhe në drejtim të Malit Zi. Ndjesë një moment shkëputje për kohën që kemi kaluar, kalojmë në një publicitet dhe rikthehemi përsëri aty ku e kanë thënë. Dhe një koridor tjetër i treti, siç tham, është koridori që vjen nga Turqia. Pra, kemi 3 deri në 4 koridore që furnizojnë Shqipërinë dhe grupet kriminale me armatim. Grupet kriminale dhe jo vetëm, se nuk mund të mos e quajmë edhe grupet e trafikut të armëve, jo vetëm ata që kanë për interesa të ushtrimit të veprimtarisë kriminale. Parë në këtë kontekst, duhet të analizojmë çështjen e trafikut të armëve në 2 drejtime. Një drejtim për shkak të trafik, dhe një drejtim edhe për shkak të qëllimeve strategjike që ka vetë Serbia për destabilizimin e Ballkanit Perëndimor, sepse ai don ta eksportoj atë konfliktin që ka, trazirat që ka në Beograd, për shkak të protestave prej më shumë se një viti në Beograd, dhe normalisht don ta transferoj këtë konflikt edhe këto trazira në Malë të Zi, në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe ne nuk e dim qëllimin, po këto mund të përdoren dhe për qëllime terroriste. Rasti i kapjes së fugonit me 23 armë, 6 prej cilave pushk snajpere, me dilbi dhe me selizator, tregon që nuk kemi të bëjmë me një grup që do dalin me 23 armë për të vrarë 1 person apo 2 persona. Pra, qëllimi më i madh. Duhet parë se kush do jetë posedusi i vërtet i armëve, jo ati pronari i vërtet, jo posedusi i momentit në fugon. Se të mbajsh 23 armë në një fugon, në një mjet mobil, do të thotë që baza e trafikut të armëve nuk është më një shtëpi, nuk është më një magazin, por është një fugon shëtitës që ndoshta furnizon këto frekuentuesit e rinj të armëve, që e thash më parë që ai pasi bën trajnimin në një poligon, thot, pse mos ta kem dhe unë një pistolet, ose pse mos ta kem unë dhe unë një armë, si që ka pas filani apo filan aktor, pse i bëjnë krahasimet me aktorët e filmave që shikojnë. Dhe është shqetësim. Por, unë i kam bërë një paralelizëm në analizën që kemi bërë në disa mediat e tjera, sepse duhet parë edhe krahasueshmërisht me ngjarjen e Banjskës, të ndodhur një vit e ca muaj më parë. Për faktin se po ta shikosh të njëjtat armatime që janë kapur në Banjsk, grupit të Radojčićit, të njëjtat armatime janë kapur në fugon në Shqipëri. Pra,
nuk kemi armë thjesht për plotësuar kërkesat e amatorëve ose të këtyre djemve të rinj që e kanë trendi, po kemi edhe armatim që janë më se normale për të kryer një akt terrorist, po për të kryer edhe aktet e tjera më të tmerrshme në Shqipëri. Ndaj dhe duhet vlerësuar nga policia e shtetit që duhet që të bashkëpunojë me komunitetin për të patur informacion më të saktë në rrugët dhe drejtimet e trafikut të armëve dhe kapjen dhe bllokimin e tyre. Ato armë që ishin mjete ofensive, pra mund të përdoren për mjete ofensive, sepse nuk ishin vetëm Kalashnikovët e 97-s, ishin armë të reja, pistoleta ishin silenciatorë, dhe ai që të bënte përshtypje ishin dhe bllokuesit e valve. Pra kishin dhe bllokues valësh të cilët tregojnë edhe një herë që nuk janë thjesht për atentate apo për tregun e zi, po janë një grup, duhet të jetë një grup i strukturuar që mund për të realizuar. Mund të armatosësh një skuadër apo një tog me ato mjeta dhe kjo do të kërkojë nga ka ardhur furgoni, rrugat që ka ardhur, kush e ka qenë poseduesi, sepse nuk e dimë qëllimin e përdorimit të tyre. Fitimi do e nxjerr. Rasti i vrasjes gjyqtarit, personi i cili ka realizuar vrasjen, sa mund dënohet, sa dënohet? Ka maksimumi i dispozitës është burgimi i përjetshëm. Pra është nen i posaçëm 79A, diçka është me burgim përjetshëm, jo më pak se 30 vjet ose me burgim përjetshëm. Por ta thash, e diskutuam edhe në fillim që me antarët e panelit, qetësia e këtij personi, vrasja e gjyqtarit në vendin e punës. Dhe thritja e polisit, po ta vesh që ja mund dhe e ka prit me dur në xhepa, tregon një vendosmëri të këtij personi dhe dalim të shkaqet prap. Pra të shkaqet, tek domethënë që kishte arrit këtij njeriu, plas shpirti tha kam 13 vjet apo merret me këtë punë. Pa domethënë plasin, gjyqeve plasin. Prandaj dalim të shkaqet. Tani një nga shkaqet që diskutohen dhe më parë, duhet shohim vetëm te organet e drejtësisë ka pasur fare reagime për vërtetë. Kemi Olsi Çelën, prokurorin e përgjithshëm që foli në parlament. Tha cilësia e dobët e magjistratëve të rinj që po trajnohen, etikën e dobët, masat e sigurimit. Ne kemi sot dhe me probleme me masat e sigurimit. Pra, prokurori i përgjithshëm më përpara që ka qenë e centralizuar, jep të urdhra, prokurori i përgjithshëm të zbatohet nga inferiorët, nuk zbatohet. Kemi shumë masa arrest në burg. Pra, problematike e madhe. Kemi kryetarin e gjykatës lartë, i cili është një organ i drejtësisë, më bëj lartë i drejtësisë, që tha, vetimu në Shqipëri ka pas standarde dyfishe. Pra, për të njëjtat prona, njërin e ka çuar në shtëpi, tjetrin e ka lënë punë. Tani, në thelb standarde dyfishe çfarë janë? Personi që ka bërë standard dyfish ka bërë vepër penale. Në këto raste duhet të evidentohen që këta antarë të vettingut, të cilët kanë shkel ligjin me standarde dyfishe, sepse i bi për të njëjtat fakte, është vendos dyshe, pra është përdoruar detyra. Këta duhet dalin para përgjegjësisë. Se neve diskutojmë gjërat ngelen në kuadrin e deklaratave, ne duhet të ecim. Në lidhje me zgjidhjen e problemit, duhet bërë një plan. Pra duhet bërë një plan konkret dhe projekte se si do dilet. Pra si që ka bota me projekcione, ku synojmë, çfarë duhet bëjmë, sa është kosto, dhe të kthehemi tek e shkuara, se kemi pasur gjëra mirë. Për shembull, po kthehemi te viti 2015 me vitin 2025 për 10 vjet. Marrim afatet, sa zgjasin gjyqit në 2015. Maksimule deri në gjykatë kushtetuese shkonin 3 vjet, maksimumin në gjyq i veçantë që zgjaste me gjykim zakonshëm shkallë parë. Pra zgjaste 3 vjet. Sot gjyqit po shkojnë gjyqet civile dhe gjyqet tjera penale. 15 vjet. Po shkojnë 15 dhe nga 15 po shkojnë deri 20 vjet. Pra domethënë shikoni çfarë regresi kemi, por kjo analizë duhet konkrete. Edhe te rasti i gjyqtarit, pse arriti puna deri këtu? Duhet niset çështja. Pse u arrit deri këtu? Pse u zhduken provat tek dosja e shkambit? Pse u zhduken provat? Pra, a janë zhduk provat e zoti? Mund të na shpjegoni zoti gjyqtar? Pse u ikën provat? Janë zhduk provat. Pra këtu zhduken provat, këtu ndodh kjo, këtu. Dhe neve çfarë themi, ngelim kuadrin e deklaratave. Ai e doqi jetën e vet. Ai vrau gjyqtarin, po ka vrarë dhe veten e vet. Sepse çuni i ri 30 vjeç, kur të moshës, në vend të shofi, zgjidhi të eci jetën para, të martohet, bëj familje, të ketë pronën e vet, ai ka me këto probleme, po i plas shpirti. Po sa qytetarë shqiptar kemi të tillë? Sa qytetarë që nuk po marrin sot drejtësi? Pra, neve duhet urgjentisht, duke filluar nga organet e drejtësisë, më pas të kalohet te organet e pushtetit, ligjzbatuese, të bëjnë ndryshimet ligjore që të paktën të ulin
të ulin numrin e dosjeve që është problematike, të japin drejtësi qytetarëve e dyta dhe të ndryshohet harta gjyqësore. Pra kjo është kryesore dhe standardet dyfishe, antarët e vettingut, të cilët kanë bërë standardet dyfishe dalin para përgjegjësisë penale. Pra këta që e bën këtë mish-mash të marrin përgjegjësi, sepse duhet dikush të marrë përgjegjësi. Sepse kur ti mban standard dy fish ose 3 fish, tregon që nuk jem rregull me ligjin. Dhe nga rrjet kjo? Kjo rrjet se neni 6 i ligjit vettingut, për sjarit diçka se jemi në fund, ka pasur kritere strikte për të gjykuar gjyqtarët dhe prokurorët. Ke pas, domethënë, të kesh mbi 15 vjet punë, të jesh jurist i shquar, të kesh mesataren e notave mbi 8, mos jesh bashkëpunëtor i shërbimeve informative. Pra janë një sër kritere, të kesh gjuhën e huaj, të kesh doktoraturën e mbrojtur. As të gjithë antarët e vettingut, asnjë nuk është që nuk plotëson kriteret. Pra nuk i plotësojnë kriteret ligjore për të qenë aty. Dhe ata njerëz të tillë, duke qenë me probleme, kanë sjellë këto pasojë standarde 2 fishe dhe 3 fishe. Këta duhet marrin përgjegjësi për veprimet e bëra nga ana e tyre. Pra po neve nëse vazhdojmë ecin, domethënë pa bërë analizën, pa nxjerr para përgjegjësisë personat që sonë këtë drejxhe vendin, neve do ecim gjithmonë mbrapa. Dhe e dyta, personat që janë marrë me këtë punë, që e çun në këtë katrahur, nuk mund marrin pjesë në ndryshimet ligjore, se ata kanë hallësi si të mulojnë gjërat që kanë bërë vetë. Duhen personat pa anshëm, ekspertizë pa anshme nga ekspert pa anshëm, që të zgjidhet kjo katrahur. Pra duhet analizë, një projekt konkret për dalje. Fondet, qoftë gjykatat, tash i dihet që s'ka gjykat. Mund blidhet KLG-ja shpejt e shpejt ti shpërndaj siç ishin. Pra ngrihen si transportohen dosjet me siguri, vinë me furgona policie. Një muaj bëhet tash. Neve s'mund trim. Tash ç'a trim ne? Trim merremi me pikë, sa pikë, se me këtë punë po merren tash. Mori ky kaq pikë, mori ky kaq pikë, shko atje shko. Janë kthy në institut pikëzimi. Ku shihet pikët? Pikët, po pikët flas pikët për më transferu kisha fjalën. Po fjala pikët se qoj ose këto që bën kosha 3 pikësh. Po, 3 pikësh. Lodi, kush po e jeton gjyqtarin e vrarur? Kush po merret me hetimin? Prokuroria e përgjithshme Spaku dhe a do ketë hetim edhe për vetë dosjen, mos ketë element dosja të cilët mund të hetohen Unë apo? besoj që për vrasjen e gjyqtarit duhet merret Prokuroria e Tiranës, besoj që do të jetë edhe kompetenca e saj. Por që të ketë një hetim tjetër paralel për këtë nuk besoj që ma do shumë qefi që të ketë një hetim paralel, po nuk besoj që do të ndodhi. Sepse këta kanë bërë dhe një gabim të madh që këta ka kapur njëri tjetrin. Ky është problemi. Edhe në kohën tonë gjyqtarët kishin miqësi me njëri tjetrin, shoqërie, familjaritete, por nuk e shkelin kaq hapur. Kurse ta janë bërë mbrojtës të etshëm të njëri tjetrit. Do thënë, mjafton që ta ketë mik ose shok një gjyqtar, mjafton të ri me atë dhe mund t'i mbuloj edhe qoftë edhe një vrasje. Ky është gabimi më i madh që po ndodh dhe mosdhënia e llogarisë, mos mbajtja e përgjegjësisë për asgjë dhe e forta është që të gjithë bëjnë një aludim që të gjithë gjyqtarët e prokurorët janë të pavarur, thot, në vendimarrje. Ore, gjyqtari prokuror është i pavarur në vendimarrje, po jo në vendimarrje gjyqësore, sepse gjyqtari dhe prokurori krijojnë një bindje për dosje mbi provat. Nuk mendon gjyqtari dhe prokurori që ky është vrasës sepse ka dëshirë që të jetë ai vrasës. Dhe ky është ajo që ne kemi ka përzyer dhe këto fenomenet e arrestit të prokurorit, e nxjerrjes e arrestit të avokatit, e nxjerrjes së avokatit në salla e gjyqit, ose mos shtyrjet gjykimit për të mos i dhënë mbrojtje efikase avokatëve, ose futja e dokumentave të tjera në përdosjen gjyqësore, vijnë vetëm nga këto familiaritetet brenda gjyqësorit. Ky është ai e gjitha ajo që sjell të indinjatën e madhe masive të publikut. Kështu që unë mendoj që tani është koha që së pari të bëhet, dhe kam dëshirë shumë që të bëhet kjo analiza pse u vra gjyqtari. Mos kalohet shumë. Në asnjë kohë nuk ka kaluar kështu. Unë mbaj mend edhe analizën e zotit Konomi atëherë, po të paktën u bë një analizë e gjithë institucioneve, pavarësisht kush ishte autori, si ishte. Sot po na del autori dhe nuk ka asnjë reagim. Ka dalë autori, ka dalë në skaj, autori vrasjes Konomi. Ne s'kemi parë asnjë arrest për të. Po themi për këtë, po themi dhe raste tjera të gjyqtarëve, se ka pas plot gjyqtarë të anatëmuar, të sulmuar. Me armë gjyqtarit, të shtëpia, me armë në rrugë, me armë andej, bënde polici sikur nuk ishte ndodhur ngjarja.
Bilesër reklamonte të kundërtën, që e ka fajin gjyqtari s'ka qenë me armë atij. Se që të pranosh që një punonjës policie mund t'i drejtohet instancave shtetërore për ruajtjen e integritetit fizik të vet, kjo është dramë e madhe pastaj që ta shkosh ndërmend që mund ta bëj njëri në mënyrë fiktive. Kështu që të gjitha këto, por unë mendoj që tani ne jemi në imediate në bërjen në shpërndarjen e gjykatave të apelit, të bëhet në 6 ose në 3 gjykata apelit paktën që të fillojnë të marrin frym palët, të gjykohen palët, mos të rinë më pasive. Dhe dyta është që gjykata e lartë duhet të fillojë vetëm me vendime unifikues, si është shqyrtoi çështjen. Unë kam mendimin kështu që faktikisht Shqipëria tashmë Parlamenti i Shqipërisë së shpejti do të shqyrtojë problemin e reformës territoriale dhe mendohet që do ketë në 4 rajone, nuk do t'ishte keq që edhe harta gjyqësorit të shkojë me gjykata apeli në nivel rajonësh, sepse e para do të rrisë performancën e shërbimit ndaj qytetarëve, e dyta do të ulë intensitetin dhe dyzimin e dosjeve në një vend të caktuar dhe nuk do ta shpërbëjë pak të 4 orën e grumbullimit të dosjeve në një gjykat. Dhe unë mendoj që nëse shteti do të reflektoj në raport me ato çka është bërë keq, paralel me reformën territoriale, duhet të ngrihen institucionet bazë rajoneve, jo vetëm gjykatat, po edhe policia dhe gjykatat dhe prokurorit, me qëllim që të kemi një riformatim të ri në përgjigje të interesave të qytetarëve. Sepse që është e vërteta, më keq se është, pas realizimit të hartës së re, domethënë është një tmerr. Katastrofë. Në gjykatën e apelit Tiranë është një skandalitet. Por jo vetëm. Jo vetëm, edhe në gjykatat e faktit të jurisdiksionit përgjithshëm. Këtu, për shembull, unë kam diskutuar edhe me një pjesë të këtyre që bën reformën në drejtësi, këtyre si i quhen ta që bën reformën. Baballar të sistemit. The father. The father. Babagjyshët e sistemit. E kam diskutuar, i kam thënë, ore, pse hoqet dorë nga reforma në drejtësi për gjykatën e lartë paktën, se unë mendoj që burimi kryesor i ndarjes së çështjeve ose i mbylljes së çështjeve është gjykata e lartë. Nëse nuk do shqyrtoheshin në gjykatën e lartë, çështjet janë formos prerë. Nuk ka asnjë lloj arsye pse të krijohet fluksi i madh dosjesh në gjykatën e apelit ose në gjykatën e lartë. Pra ne do të ishim në një, domethënë, sikur sot të ndodhi përsëri kthimi në identitet i reformës, 30% ose 50% e çështjeve do janë të mbaruara. Shërbimi publiku do ta ketë marrë. Grumullimi vetëm arrogancë dhe arbitraritet ka, se nuk ka zgjidhje problemi. Sot gjykatat janë bërë si magazin, jo që të zgjidhësh. Fut çështjen, ngele çështja aty. Sepse kemi po tum çështjen ngele është magazin. Si më lën do të prit kur vi rradha mas e vitit. Pas 5 vjetëve do të fillojmë, do të shikojmë, do jemi këtu të gjithë dhe do të shikojmë atë që s'ka ndodhur kurrë në Shqipëri. Do të shikojmë heqjen e materialeve të dosjeve nga dosjet gjyqësore ose humbjen e dosjeve. Patjetër. Se kjo është krimi më i madh, se dakord për një çështje civile të thjesht palët i sjellin prap provat, si i bëhet me çështjen penale. Është dënuar me burgim përjetshëm, do dënohet me 25 vjet, do vetë kërkoj pafajësisë se janë prova të dosje. Si do ta bëj gjyqtari i ri? Pra, këto janë krimet më të mëdha që do i ndodhin shtetit tonë. Kemi ardhur në fund të emisionit, gati 90 minuta së bashku për të trajtuar këto probleme. Sigurisht që në emisionet e ardhshme dhe në të gjitha emisionet e ardhshme do të kemi edhe një oficer të lartë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, sepse gjitha këto problematika kemi nevojë ta kemi dha të përballë për të dhënë argumenta dhe për të ndihmuar më shumë edhe argumentin dhe opinionin publik, por s'më ngelet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj shumë. Faleminderit zoti Alaudin Malej. Faleminderit dhe juve. Faleminderit Shemsi Premçi. Faleminderit shumë Ervin Karanxha. Ishte një kënaqësi e veçantë. Panelet tilla me profesionistë janë shumë të nevojshme, sepse vlen për të dhënë jo vetëm për ekspertizën, por për të ndihmuar dhe për të adresuar problematikat që qytetarët dhe shqiptarët kanë. Faleminderit shumë.